Unë me çka kam parë do thoja që target audienca në këtë rastin e partive treta për shembull, që target audienca supozoheshe të ishte elektorati gri, është keq kuptuar. Sepse i është dhënë një njëjti mesazh siç i jepet dhe pjesës tjetër që tani shkon e voton, që është ata janë ajduta, ne sjemi sepse si jemi provuar akoma. Nuk pi ujë me ai mesazh. Unë nuk e di pse e përdorin akoma. Nuk e marr vesh kush është ai që i sugjeron këto gjëra, sepse merrni në ekip njerëz me dije, paguni vlla, paguni. Duhet paguash, merr njerëz të zot që të thonë gjërat të vërteta në sy, ty si kryetar. Ja ke fut kotër plak. Nuk bëhet më me ai është ajdut nga mjesi deri në darkë dhe pastaj zëngjin qinq. Pse? Se un kam pasur një punë. Po punë kanë të gjithë. Çështja është si do e bësh ti që të fusesh më shumë lek në xhepin tim. Pra, do ishte më bukur, më estetikisht lezetshëm, janë në Europë si turizëm të presi këta europian, ata të bëjnë pushime me çmime për tokë, na shfrytëzojnë, është uli kokën, tuli undën, edhe kështu të futet me të shërbyer. Kjo është mesazhi. Ata që do tonin ata ishte se Shqipëria nuk shkon larg vetëm me turizëm, shkon vetëm me teknologji.